Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm Komenti i Shkrimit Shenjtë. Jemi në datën 21 gusht dhe Kishën Ortodokse na nxit të lexojmë nga letra e Apostullit Pavlit, letra e dytë, kapitulli 7, vargu 10 deri në vargun 16. Le ta lexojmë dhe ta interpretojmë sipas seteve. Trishtimi sipas Perëndis në fakt sjell pendim për shpëtim, për cilin njeriu nuk i vjen keq, por trishtimi i botës shkakton vdekje. Në fakt, ja sa kujdes shkakton tek ju pikëllimi sipas Perëndis. Madje sa fjalë për kërkuar ndjes, sa zemërat, sa drujtje, sa dëshirë të zjarr, sa zell, sa kënaqësi. Me çdo mënyrë ju treguat se jeni të pastër në këtë çështje. Edhe pse ju shkrova, nuk e bëra as për atë që bëri pa drejtësinë, as për atë që pësoj, por që të shfaqem mes tuaj kujdesi ynë që kemi për ju përpara Perëndis. Prandaj, nuk ngushëlluam për shkak të ngushëllimit tuaj dhe u gëzuam aq më tepër për gëzimin e Titit, sepse fryma e tij u shtoll nga ju të gjithë. Prandaj, nëse e mbura për ndonjë gjë tek ai për ju, nuk u turprova, ashtu si ju kemi treguar të gjitha gjërat me vërtetësi. Kështu edhe mburja jon tek Titi doli e vërtet. Dhe ai ka një dashuri të madhe për ju, kur kujton bindjen e ju të gjithëve dhe si e pritet atë me frikë dhe me të dridhura. Gëzohem pra në çdo gjë që mund të besoj në ju. Pra, kjo është pjesa e Apostullit Pavlit, letra drejtuar Korintasit, letra e 2, kapitulli 7, vargu 10 dhe vargu 16. Etrit e kanë komentuar dhe fillojmë varg për varg. Trishtimi sipas Perëndis në fakt sjell pendim për shpëtim, për cilin njeriu nuk i vjen keq, por trishtimi i botës shkakton vdekje. Etrit e këtyre bëjnë dallim mes dy llojesh trishtimesh që njerëzit i kanë provuar. Trishtimi i mirë nuk është thjesht të ndihesh keq sepse u zbulua gabimi ose sepse humbe diçka. Ky është trishtimi i pendimit. Ai është dhimbja e shpirtit që kupton largimin nga Perëndia dhe ku shpirti kërkon të kthehet tek ai. Shënjan Gojarti e sheh këtë trishtim si një plagë që kur trajtohet drejt bëhet fillimi i shërimit. Pendimi nuk është dëshpërim, është kthim. Prandaj pendim ose metanoi do të thotë të kthesh mendjen, po dhe të kthesh edhe rrugën. Për shembull, kur unë bëj një gabim, pyetja nuk duhet të jetë vetëm pse ndihem kaq keq, por apo më çon kjo dhimbje drejt Perëndis. Nëse trishtimi më shtyn të them kam gabuar, dua të ndryshoj dhe të kthehem tek Zoti, ai mund të bëhet një bekim. Nëse më shtyn të them jam i pa shpresë, nuk ka shpresë për mua dhe dëshpërohem, atëherë kjo kthehet në një shkëtrim shkatërrues për shkak të egoizmit tonë. Jemi në vargun 11. Në fakt, sa kujdes shkakton te ju pikëllimi sipas Perëndis, madje sa fjalë për të kërkuar ndjes, sa zemërat, sa drujtje, sa dëshirë të zjarr, sa zell, sa kënaqësi. Me çdo mënyrë ju e treguat se jeni të pastër në këtë çështje. Apostulli Pavli tregon se pendimi i vërtet prodhon fryte konkrete: kujdes, kërkim falje, zemërat ndaj të keqes, drujtje, dëshirë, zell. Etrit do të na kujtoni se pendimi i vërtet nuk matet vetëm me lot. Shenja e pendimit është ndryshimi i jetës. Pra, pendim nuk do të thotë emocion, por pendim do të thotë ndryshim i mendimit, kthim nga rruga, 180 gradë themi. Mund të qaj për një mëkat dhe të nesërmen e përsëris pa luftuar kundër tij. Ky nuk është një pendim i vërtet dhe i plot. Kjo është arsyeja që të krishterët disa edhe pse shkojnë dhe kryejnë misterin e pendimit rrafin, përsëri mëkati është tek ata. Sepse vërtet mund ta kenë rrafyer një mëkat, por nuk kanë pendim. Prandaj mëkati është brenda tyre dhe përsëri ata e kryejnë këtë mëkat. Prandaj duhet të kemi kujdes. Nëse them më vjen keq, duhet të ketë dhe një pyetje tjetër. Çfarë do të ndryshoj konkretisht? Pendimi mund të kuptojë të kërkoj një falje, të pranoj përgjegjësinë, të ndaloj të sjellurin e gabuar, të riparoj një dëmtim që kam bërë, dhe ose të kërkosh dhe ndihmë, dhe të vendos kufi për tundimin që na qarkon. Jemi në vargun 12. Edhe pse ju shkrova, nuk e bëra as për atë që bëri pa drejtësinë, as për atë që e pësoj, por që të shfaqet në mes tuaj kujdesi ynë që kemi për ju përpara Perëndis. Apostulli Pavli e zhvendos vëmendjen nga individët tek shëndeti shpirtëror i gjithë bashkësisë. Etrit e shohin disiplinën dhe korrigjimin e krishterë jo si hakmarrje, por si një mënyrë për sjellë shërimin.
Korrigjimi nuk duhet vi nga dëshira dua ta poshtëroj atë. Korrigjimi duhet vi brenda kishës nga dashuria për ta korrigjuar atë. Dua që kjo e keqe të mos vazhdojë dhe dua që njeriu të shërohet. Pra, ky është qëllimi i korrigjimit dhe i qortimit brenda kishës për korrigjim. Kur duhet të korrigjojmë dikë, motivi është shumë i rëndësishëm. Pra, duhet të pyesim veten, pse po e bëj këtë? Pse po e them këtë fjalë? Pse po e korrigjoj personalisht ose publikisht? Mund të themi të vërtetën dhe përsëri të gabojmë nëse e themi me motive jo të frymëzuar nga dashuria, por urrëtie, krenari ose dëshirë për ta poshtëruar dhe turpëruar tjetrin. Jemi në vargun 13. Prandaj, ne u ngushëlluam për shkak të ngushëllimit tuaj dhe u gëzuam aq më tepër për gëzimin e Titit, sepse fryma e tij u shtyllon nga ju të gjithë. Këtu shohim një gjë shumë të bukur. Pendimi i një njeriu mund të sjellë gëzim dhe paqe edhe tek të tjerët. Ne jemi një komunitet, siç edhe Apostulli Pavli trajton të krishterët e Korintit. Ata ishin një komunitet dhe problemi i njërit nuk ishte thjesht problemi i njërit, por ishte problemi i të gjithëve. Kështu që kur dikush bën një gabim brenda komunitetit, të gjithë në një farë mënyre jo se kanë gabuar, por gjithë kanë vuajnë pasojat e këtij mëkati. Dhe kur dikush korrigjohet me pendim dhe kthehet në rrugën e drejtë, të gjithë kanë përfitim. Prandaj pendimi i njeriu mund të sjellë gëzim dhe paqe tek të tjerët. Apostulli Titi kishte qenë i shqetësuar për korintasit për shkak të problemeve që ata kishin, por kur pa reagimin e tyre të mirë, ai u qetësua. Dhe këtë ja përcjelli dhe Apostulli Pavli. Kur një njeri që kemi dashur ka bërë një gabim, ajo nuk na gëzon. Më shumë nuk është ai që u kap, por që po ndryshon. Pra kjo është edhe qëllimi, siç tham, kur korrigjojmë diçka. Dashuria krishtere nuk gëzohet kur tjetri poshtërohet, gëzohet kur tjetri ngrihet. Jemi në vargun 14 dhe lexojmë: prandaj nëse u mbura për ndonjë gjë tek ai për ju, nuk u turprova, por ashtu si ju kemi treguar të gjitha gjërat me vërtetësi, kështu edhe mburja jon te Tito doli e vërtetë. Apostulli Pavli patjetër që ishte mburur tek Tito, bashkëpunëtori i tij, për korintasit, sepse Apostulli Pavli ishte ai që kishte themeluar kishën e Korintit. Dhe ai kishte folur mirë dhe kishte besuar se ata do të reagonin drejt. Tani veprimi i tyre vërteton besimin e Apostullit Pavlit. Këtu shohim rëndësinë e besimit që ndërtohet përsëri midis Apostullit Pavlit dhe korintasit, i cili ishte krisur disi. Një njeri mund të ketë gabuar, por gabimi i tij nuk duhet bëhet domosdoshmërisht identiteti i tij përgjithmonë, ose edhe një grupi. Kur dikush pendohet vërtet, duhet t'i japi mundësi të tregojë me jetë se ka ndryshuar. Nuk është e mençur të jesh naiv, por as e kështerë të mbash dikë përgjithmonë të burgosur në gabimin e së kaluarës. Vazhdojmë dhe flasim për vargjet e tjera. Jemi në vargun 15 dhe ai ka një dashuri të madhe për ju, kur kujton bindjen e ju të gjithëve dhe si e pritet atë me frikë dhe me të dridhur. Frika dhe të dridhurat këtu tregojnë seriozitetin me cilin korintasit e pritën dhe e dëgjuan Titin. Këtu kemi një lloj frike, jo frikë njerëzore, një fobi, por një respekt ndaj autoritetit apostolik, të atyre që përhapnin fjalën e Perëndisë. Kjo frikë e shenjtë është dhe në marrëdhëniet tona sot ndërmjet klerit dhe laikët. Laikët kanë respekt, pra i përshëndesin klerikët, puthin dorën dhe ka një bindje. Dhe kjo nuk është frikë e keqe, po është frikë e mirë, është siç është frika e Perëndisë. Prandaj një zemër për unë nuk thot askush nuk ka drejt të më thot asgjë. Ajo është e gatshme të dëgjojë edhe një fjalë të vështirë, ta shqyrtoj veten dhe të pranoj korrigjimin kur ai është i drejtë. Dhe këtu flasim për atë frikën e autoritetit. Pra, kur dikush nga kisha i cili ka autoritet, duke filluar që nga autoriteti më i lartë, kryepeshkopi, episkopi, prifti, por më poshtë dhiaku, teologu, katekisti, dhe edhe deri tek epitropi, kur flasin diçka që është e kishës, është serioze, pra duhet kemi atë frikën e shenjtë. Nuk do të themi mund bëj çfarë të dua, po nuk dëgjoj. Jo, ne nuk jemi këtu në shtëpinë tonë, se në shtëpinë tonë nuk bën çfarë duam, ka një rregull nga më të mëdhenjtë më të vegjëlit, nga prindit e fëmijët, por aq më tepër dhe në kishë. Ti në kishë duhet të rri me frikë Perëndie, me disiplinë, me rregull, dhe nëse dikush na thot
që ka një autoritet më të lartë se ne, patjetër duhet ta dëgjojmë dhe ta zbatojmë. Jemi në vargun 16. Gëzojmë pra në çdo gjë që mund të besoj në ju. Ky është kulmi i pjesës. Në fillim kishte trishtim, sepse Apostull Pavli pa diçka të gabuar në kishën e Korintit, dërgoi një letrën e parë qortuese, jo vetëm për atë, por edhe pjesën e komunitetit që ishte indiferent, dhe tani në letrën e dytë, siç edhe e lexojmë, tani ka gëzim. Sepse erdhi pendimi, korrigjimi, dhe pastaj erdhi ngushëllimi. Dhe në fund u vendos një marrëdhënie korrekte ndërmjet Apostullit Pavlit edhe Korintasve. Kjo është një pamje shumë e bukur në mënyrën se si Perëndia punon tek njeriu. Prandaj, duke pasur parasysh këto fjalë që dëgjuam sot dhe na interpretuan Etri, duhet të kemi kujdes, mos e ngatrojmë pendimin me dëshpërimin. Pendimi thot, kam gabuar, por mund të kthehem tek Perëndia. Dëshpërimi thot, kam gabuar, prandaj nuk ka shpresë për mua. Pendimi vërtet prodhon ndryshim. Nuk mjafton vetëm ana emocionale, tham, po duhet shfaqet edhe me veprim. Korrigjimi duhet bëhet nga dashuria, jo nga hakmarrja, dhe mos e identifiko njeriu përgjithmonë me mëkatin e tij. Nëse ka pendim të vërtetë dhe frytet, duhet të ekzistojë dhe mundësia e restaurimit, siç ishte rasti në kishën e Korintit. Edhe e fundit, Perëndia mund të kthejë një situatë të dhimbshme në një burim pjekurie, korrigjimi dhe harmonie në një marrëdhënie besimtarësh, por edhe brenda komunitetit. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, do të takuam në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.